Kandidati i nismës Shqipëria bëhet Aleksandër Runaj ka denoncuar mungesën e politikave shtetërore për mbështetjen e bujqësisë dhe fermerëve. Sipas kandidatit Runaj, fruti i punës së fermerëve sot po përfundon në kanal dhe sipas tij kjo është më shumë se një padrejtësi. Kandidati për deputet në qarkun e Vlorës i nisma Shqipëria bëhet Aleksandër Runaj bën thirrje që më 11 maj qytetarët të votojnë me mendje dhe dinjitet dhe ka ftuar të votojnë nismën Shqipëria bëhet dhe atë personalisht në fletën e votimit për të qenë një zë i fortë edhe për mbrojtjen e interesave të fermerëve. Na marrin telefon, ke do votosh soti, ke do votosh kësë radhe di. Ja votimi, ja të ashtu votimi. Ju që me djersën e ballit po ushqeni këtë vend. Sot ndodheni para një pamje që therr shpirtin. Fruti i mundit tuaj dhe djersa e duarve tuaja po përfundojnë në kanal. Kjo nuk është vetëm një padrejtësi. Ky është një turp kombëtar. E të mos hedhim më frutin e punës, por të hedhim sistemin e kalbur që po na injoron ditë për ditë. Prandaj në 11 maj, voto me mendje, voto me dinjitet.